çifti Ilir Meta, Monika Kuremavi. Dy dash. Mund të bëjnë bashkë me njëri tjetrin. Ç'mund të bëjnë bashkë me Një njëri përplasje tjetrin? e karaktereve të forta. Shumë. Monika mund të themi është më e fortë si karakter. Për shkak të hënës në akrep. Dhe të një shkatësie në veprim, ka një lëvizshmëri të çuditshme. Ka dhe një forcë hetuese instinktive të brendshme. Jo se Ilir Meta nuk është i fuqishëm, por ai ka hënën në binjak. Duke qenë se ke hënën në binjak, nga njerë dominanca e hënës në akrep është që të vënë në një rrugë, të stabilizon diku. Unë do thoshe që Ilir Meta s'do ishte këtu pa Monika. Dhe ndoshta është ajo që mund të marrë frenat në disa situata. Dashi, një marrëdhënie e mundur? Dy partnerë që i përkasin shenjës dashit? Në qoftë se dy dash kanë një nivel dhe një ambicje, i hapin rrugë njëri tjetrit, nuk i bien murit me kokë. Nuk çajnë murin, po e ndërtojnë murin. Kur kanë një ambicje. Shumë interesante, ndoshta kjo dhe shpjegon ka të bëjë me nivelet e njerëzve. këtij çifti. Zakonisht nuk shkojnë dy derë sepse kërkon dikush të kryesojë. Dominoj. Po kur kanë një nivel të caktuar dhe kanë një ambicje, këtu kapen bukur. Arrin të gjejnë një ekuilibër me njëri tjetrin.